Miqtë e larëm, përshëndetje. Ndodhemi në rrugën Princ Viti në kryeqytet, shumë pranë bregut të Lumit, ku banorët e kësaj lagje na kanë shkruar për shqetësimin e tyre në lidhje me mungesën e ujit të pijshëm për gati 20 vjet në këtë zonë. Sot ne vim të shohim nga afër se si qëndron ky problem dhe për ta ndjekur atë deri në instancat më të larta. Tashi tubin e kemi sjell aty të marrim ujë. Ujë nuk ka. Ka 2 vjet që tubat janë shtinë në tokë, edhe ujë s'ka. Tashi se kush ma përgjegjësi për këtë, ne se dim fare. Vetëm se na ka lënë pa ujë. Shtin tubat e ujit, tham haj shuqur na erdhi uji. Kur vjen koha, as ujë as gjë fare. E i vun rëbënetat ato, bon gati për të hap ujin, erdhi grupi tjetër e shpontoi, i heqi ato rubinetat. Kush ishte grupi tjetër? Grupi tjetër nuk e di, ishte grup tjetër, nuk ishin të qevur. Nga ujësiellës kanalizimet ishin? Nga ujësiellësi, po nuk ishin të qevun tubat, ishin nga ujësiellësi tjetër. I hoqin rubinetat, i mund me vete në çantë, që mos vinte uji, e mbyllën, erdhën tash para votimve, erdhën në gjojë do vi uji. As ujë as gjë s'na kanë prunë. Pusi Sulejmani, i pusi e qelo me zani. O, qelo me zani. Aman, aman, pusi e qelo me zani. Qelo me zani. Kunara Martine pare, qeluana kësura. Qeluana e supura surane. Ndërkohë kjo është truma? Kjo është truma. Këta e kemi nxjerr ka 8 metra thellë. Te e përdorim për të larë, për të gatuar. Ndërkohë këtë ujë e keni përdorur ndonjëherë për të pirë? E kemi përdorur më para. Tashi ju ka bosi me rak fëmijëve edhe se pinë më. Si më kohët, jo, çaj kohët e nderit, ma përpara kanë qenë kështu, me kohë, me pusa, mushim, se s'kishim ujë. Tashi e kina bo ma keq se përpara. Ska ujë fare prik këtu e deri këtej lagjes tonë. Sa banor mund t'jenë këtu? Sa shtëpi? Po është gjithë lagja, komplet lagja pa ujë. Sa kohë ka pa ujë? Po bon shumë, ne kene që ishë 19 pa ujë. 20 vjet. Po tashti e lidhi bashkia, edhe ato erdhë një fut në gjo bashki, si hoqi sara qineskat, edhe tha, s'ka lidhë kontrat me ne. Erdhë tashti para votimeve, të erdhë ai drejtori ju sjellë se ai dollapi, si e ka ai. Erdhë tha, jo, s'merën, tha me këto, ne do lidhen, këtu pas ka shumë punë, nuk e di se qa ka bo. Ne jena pa ujë. Pas keni trumë në obor? Po trumë, vetë me trumë. Ujtë, po ujtë e trumë, së është i pa pishëm. Ja ku është kjo tubë. Tubi ujtit që vjenë. Ja. E kena shty, kena bo me rubinetat gjitha atje. A pihet kjo ujë, e 5 metra ujë, 5 metra më tokë. Jeni edhe në breg të Lumit këtu, varet çfarë ujë është? Po ujë, dihet e punë se ujtë është, 5 metra s'ka ujë. 5 metra është ai ujti që ka bëjnë kullimit, bje shiu, bë kullimit në e pimë. Dikur para 20 vjetës kemi pas ujë. Këtu ka pas ardhur uji çesmes, vite se nga vite, ne kemi pas çesmen këtu, ku është. Edhe dëshia, këtë punë e bë detyri i sjellësit. Faturisat si bin, jene 2 ferma si puna jote, jo be faturën paguj ujtin, paguj në ujtin e kësaj trume për shembull. Si u sillin fatura? Po faturat i bin, faturat. E sa konsumator? 2.000 lek, 3.000 lek vjetra, do t'japsh aty këtë dera, ujë s'ka, saat s'kemi, asnjë gjë. Ka qenë saati këtu, kemi pas saatin e dikur për para.
Paguajshim 60 lek, 80 lek vjetra. Po e bëni këtë pagesë? Po pagesën, si ta bëj pagesën? Ku s'ka mujt, bëjnë e pagesën? Që këtu nuk ka marrë asnjëherë në 20 vite. Apo fillimisht ka marrë që këtu ujë. Masi fillimisht është legje vjetër, fillimisht ka marrë nga Tirana, ka marrë që këtu. Po me mbushin me ardhjen e njerëzve shumë i fjalë. Sasi uja që ishte.